Në konferencën për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha foli për takimin me përfaqësuesit e biznesit të vogël, ku përshkroi një situatë të rënduar ekonomike dhe sociale, duke denoncuar presionin e bashkive me gjoba absurde dhe mungesën e të rive në këtë sektor. Ai theksoi se programi i Partisë Demokratike për këtë kategori përfshin rritjen e pragut për përjashtim nga taksat, uljen e tarifave të energjisë dhe ujit, amnistinë e gjobave dhe kufizimin e taksave vendore, që shpritur me entuziazëm dhe mbështetje të gjerë. Aty pash një optimizëm, aty pash një mbështetje transversale pavarësisht nga bindjet politike të paketës Partisë Demokratike për biznes të vogël të përpjekjes saj Made in Albania. Ndaj dhe me qenë se aty unë fola vetëm me biznesin, desha që në këtë deklarat t'ja u afirmoj dhe atyre, fjalë për fjalë, ato që u premtova dhe që do jenë realitet 3 muajt e parë të qeverisës Partisë Demokratike. Për ne, biznesi i vogël është gjeneratori kryesor i punësimit, ne do bëjmë gjithçka për suksesin e tij. Berisha u përgjigj kryeministit Edi Rama duke akuzuar për mungesë transparence dhe frikë nga media. Ai sulmoi edhe sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, duke e quajtur non grata në vendin e tij dhe duke lidhur vizitën e tij në Shqipëri me përpjekje për të mbuluar skandale me Gonika, që sipas Berishës nuk do të mbyllet kurrë. Antony Blinken sot është non grata në vendin e tij dhe uroj që të paraqitet para drejtësisë amerikane. I them gjithashtu se nëse Blinkeni bëri një vizitë blic në Shqipëri i paguar apo i papaguar nuk di gjë, për t'i mbuluar skandalet mërshëm me Gonigal, Kazani po zjen. Ai skandal nuk mbyllet kurrë. Berisha theksoi se biznesi i vogël mbetet prioritet për Partinë Demokratike, duke e cilësuar atë si gjeneratorin kryesor të punësimit në vend. Ai garantoi se premtimet e bëra do të kthehen në realitet brenda 3 muajve të parë të një qeverisje të drejtuar nga Partia Demokratike, duke theksuar se kjo është një përpjekje Made in Albania për të ndihmuar shtresën më të goditur ekonomikisht.